normal, nuk është diçka që duhet të injorohet apo ta kthejmë kri nga ana tjetër, domethënë është një tool, ne e përdorim si tool, si mjet në pjesën e si developera, edhe është mjet shumë i mirë, shumë efikas. Mirë po atë që e ceke si zëvendësim, unë besoj që vjen si mungesë e informacioni. Domethënë, zakonisht na kur përmendet AI ju shkon në mend si diçka që do ta zëvendësohet. Mirë po nuk ka informacion se si funksionon ose çka mund të bëhet dhe çka s'mund të bëhet. Domethënë, s'mund asnjëherë të zëvendësohet. Mirë po momentin që normal lexon se si funksionon, e kupton se është thjesht një model ose një mjet që nuk mendon. Nuk ka emocione. Nuk ka emocione, po thjesht bën përpunim dhënave, përpunim të informacioni ose dhënave. Shumë e vërtetë, sidomos në platforma të tilla, emocioni është një gjë kryesore, sidomos kur bëhet fjalë kur duhet të shkruhet histori, kështu që në këtë rast nuk ka shansa që inteligjenca artificiale t'i zëvendësoj shkrimtarët, por edhe shumë profesione të tjera. Pra, ju si developera, si programera nuk e keni këtë shqetësim që nesër pas nesër inteligjenca artificiale do të zëvendësoj profesionet tona ose apo jo? Jo, është si shqetësim, por nuk është diçka që do mbrihet deri në atë nivel, siç tha kujtimi, nuk është diçka që mendon. Është thjesht përpunim informacioni për të servu diçka më shpejt. Njëjtë si shkrimtarëve që u ndihmon gabimet drejtshkrimore ose sugjerimet thjeshta, vetëm për ta bërë punën më të lehtë dhe më procesin e shkrimit. Po emocioni është prapë njerëzor, s'mund ta bëjë.